Gjykata e posaçme ka caktuar masën e arrestit në Burg për Florencë Çapja, kjo në lidhje me ngjarjen sa i takon dosjes Plumbi Art, ku në fakt ka qenë dëshmia e bashkëpunëtorit të drejtësisë Nuredin Dumani, që ka treguar se Florencë Çapja ka dhënë një porosi për të vrarë dhëndrin e ish kryetarit të bashkisë së Elbasanit, Qazim Sejdini. Por nga ana tjetër, kujtojmë që Çapja është ekstraduar vetëm 2 ditë më parë nga Dubai, kjo për shkak se ndaj tij është dhënë një vendim i formës së prerë i dënuar me burgim të përjetshëm për një ngjarje të ndodhur në Elbasan në vitin 2012, ku Florencë Çapja dyshohet se ka urdhëruar vrasjen e gentiane Nezir Beqirit, babe bir. Kjo ngjarje ndodhur në nëntor të vitit 2012 në qytetin e Elbasanit. Nga hetimet e prokurorisë ka rezultuar se Florencë Çapja bashkë me xhaxhain e tij, i cili gjithashtu si ky i fundit është dënuar me burgim të përjetshëm për këtë ngjarje, kanë dhënë porosinë për ekzekutimin e gentiane Nezir Beqirit, pasi dyshonin se Gentian Beqiri ishte përfshirë në vrasjen e të afërmit të tyre në vitin 2005, në vrasjen e Sokol Çapes. Në atë kohë në fakt kujtojmë që Gentian Beqiri ishte duke u hetuar në masën e arrestit shtëpiak, e pikërisht në momentin që ai gjendej në banesë, persona të maskuar janë afruar në këtë banesë duke qelluar me pistolet Gentian Beqirin, e më pas mbytur me jastëk dhe babain e tij Nezir Beqirin. Për gjitha këto ka qenë dëshmia e një bashkëpunëtori të drejtësisë që ka zbuluar pothuajse gjithë ngjarjen, duke dhënë kështu dënimin më pas, duke kërkuar dënim me burg përjet prokurorie posaçme për Florencë Çapën, e gjithashtu edhe për Ardian Çapën, xhaxhain e këtij të fundit, që tashmë janë të dënuar me burgim të përjetshëm për këtë ngjarje. Ermal, faleminderit. Faleminderit për të raportim të drejtë për drejtë të informacionit që përcjellëm.